Unë mendoj që tha edhe Arta edhe kolegët tjetër, unë mendoj që normal, investimin vete është një përparësi çdo kujt, çdo mashtre, çdo femre, sidoqoftë rinia tash e ka marrë edhe një farë thuje metaforë, po don me ndajt në vim me Bashkimin Evropian, po me krahasu jetën ekonomike në Kosovë me Bashkimin Evropian, për shembull si Shoseki ka të gjitha të sigurume, ADZ e në Kosovë si kena do të më quherët me ngjës, mi përvin mëngët. Kështu që... Se si kena në Kosovë, kena në Kosovë. Jo, po të senet elementare ti për shembull, nëse mu m'vjen rrim ashtaj s'kam parën me pagun makpusin, atje në Suedi atje ja pagun shteti, ja mëson kushtet. Po nëse, po nëse kushtet ekonomike. Nëse e bën një qytetar të Republikës të Kosovës, mos më krahasu me një bashkim të Evropian. Se në standardet shumë ma fish ma të noja. Po na vetë si popull shtyhemi pra. Po shtyhemi, po gjysa janë borxhe në kredia, me rrë statistikat për BÇK-s, për Bankën Shëndërore të Kosovës, edin gjdo i 4 të njeri në Kosovë familjar ka një kredi minimare. Shto këto star kartelat e të jo, dhe qaj e jeta luksoze që bëbot investimin, kjerën, vetura, është bërsh deri për kome kryna zhargon popullor, veç më do ma mirë normal investimi. Më prapë mirëmbajtja nuk më merë mendje se ka që ka shumë kosta. Ja, Allah, çdo sen ka kosta. Ja, mirëmbajtje, me mbajtje vetën, shpenzimin, vetura, sen është këtë tjetër